Përshëndetje Arben për ty dhe për të gjithë shikuesit e kanalit. Ne në fakt e kemi nisur ditën në qytetin e Gjilanit, pasi që në këtë qytet po bëhet edhe rihapja e dyqanit Just Kosova, ku më rastin e rihapjes do të ketë edhe oferta të ndryshme, po për më shumë në lidhje me këtë, unë kam këto drejtorin vendor të Just Kosova, zotrin Selem Mërtezi, i cili do të na tregoj më shumë detaje. Zotri Selem, fillimisht faleminderit që gjetët kohën për pronën sem. Faleminderit edhe juve për prezencën që keni. Çfarë mund të na thoni në lidhje me këtë rihapje të dyqanit? Po, rihapja në Gjilan është pak më ndryshe se hapjet tona të zakonshme, ku para një muaj ne këtu pësum një incident pak me zjarën që ishte në magazinën e dyqanit, edhe si pasojë tymje dhe flake ndodhi që dyqanit të jetë jashtë funksionit. Për neve pak shokuse, mirë, po falë angazhimit dhe bashkëpunimit me institucionet e shtetit, Zjarfix, policin, me kompaninë e sigurime, punonësit tonë, ne arritëm në afat rekord që për një muaj pothuajse të rikthehemi fuqishëm prapë, sikur që edhe kemi qenë më herët me konceptin e fundit, me konceptin e ri 3.0, ku sot do të kenë prapë klientët e Gjilanit mundësinë të shijojnë ofertat në dyqanin tonë. Në fakt qysh kur kemi ardhur këtu kemi parë që ka shumë njerëz duke pritur tek dera dhe po e shohim tani edhe momentin e rihapjes që po bëhet. Cilat janë risitë e rihapjes? Risitë janë ofertat të shumta, të panumërta faktikisht që kanë bojnë me trendet e fundit. Risi ka tjera edhe në konceptin e fundit që faktikisht është bërë update, ku dyqani ka kalu një nivel tjetër. Pastaj risi kemi edhe vetë faktin se lokacioni ku që tash po ndodhe edhe prerja e shirifit, faktikisht edhe atmosfera veç edhe po shihet sa është impozante. Klientët tash 10 vite faktikisht na jemi në Gjilan, edhe klientët tonë vetëm se e njohin edhe dyqanin, edhe produktet, edhe gjitha ato që Just ofron edhe në vendet tjera, po edhe në Kosovë njëjtë. Faleminderit shumë zoti Selem, e vlerësojmë shumë. Ndërkohë ne teksa po ju lëm pak me pamje të rihapjes, do njoftojmë se 40 klientët e parë me blerje mbi 50 euro marrin tavolinë apo lohatëse. Njëkohësisht me rastin e rihapjes Just kifton të gjithë ta vizitojnë dyqanin e ri në Gjilan, ku pra këtu do të ketë oferta të ndryshme, si për shembull jastëk për vetëm 7 euro vetëm në qytetin e Gjilanit, karike kopshti 50% më lirë, tavolinë për dhomë dite 40 euro, jastëk gjumi 12.50 dhe oferta të tjera të cilat përveç në qytetin e Gjilanit disa prej tyre do të vlen pra edhe në qytetet e ndryshme, ku edhe gjendet Just Kosova. Atëherë Arben, nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, unë po e kaloj linjën tek ju në studio.